Zbulimi I hershëm I sëmundjeve tek të përsalindurit është thelbësor për trajtimin dhe zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Përmes skriningut neonatal, mjekët mund të identifikojnë në kohë probleme të ndryshme shëndetësore. Ky program ka filluar të zbatohet nga viti I kaluar në ÇKUK, ndërsa së fundmi është thirrur edhe në Spitalin e Gjakovës, duke shënuar një hap të rëndësishëm në kujdesin ndaj foshnjave. Për më shumë rreth këtij shërbimi na flet drejtori I klinikës së neonatologjisë në ÇKUK, Dr. Luan Morina. Me anë të këtij testimi, e parashikojmë me fjalë të thjeshta, mund të themi parashikojmë që një foshnjë në një moment caktuar gjatë jetës ka mu smun nga këto sëmundje. Pra, bëhet zbulimi I sëmundjes atëherë kur foshnja nuk ka shenja, nuk ka asnjë simptom. Në rast se pa marrim një fëmijë del pozitiv në këtë test, ne atë tashmë dimë që ky fëmijë në një moshë saktuar do të manifeston sëmundjen. Por, në këtë fazë kur ne kemi diagnostifikuar, fëmia është I shëndosh. Dhe çka është e mira kësaj? Se ne, kur fëmijën e kemi të shëndosh, e dim që do të sëmunhet në një periudhë të jetës dhe I marrim masat parandaluese, masat lehtësuese dhe bëjmë që ky fëmijë të ketë një jetë më të mirë, një kualitet jetës më të mirë dhe një simptomatologji më të lehtë. Doktori tregon se ky testim përfshin zbulimin e hershëm të disa sëmundjeve të lindura tek të porsalindurit. Testimi përfshin diagnostifikimin e hershëm të hipotiroidizmit kongjenital ose sëmundjes së tiroides, fibrozën cistike, e cila është një sëmundje të rëndë, fenilketonurin, galaktozemin dhe atrofin spinale muskulare, pra që janë 5 sëmundje të cilat janë me një simptomatologji të rëndë ose me një klinik të rëndë. Sa I përket mënyrës së realizimit të testimit, doktori na shpjegon mënyrën se si kryhet ky proces. Ky është një test shumë I thjeshtë. Është vetëm me një pikë gjaku, shpuhet në femër dhe pastaj me këtë pikë gjaku ne bëjmë diagnostifikimin dhe detektimin e këtyre sëmundjeve. Pra thjesht mund të themi, I shpëtojmë fëmijën ose diagnostifikojmë fëmijën vetëm me anë të një pike gjaku. As nuk është shumë I rënd, nuk është shumë traumatik, do thotë është një test shumë I lehtë. Në fund, doktori u bën apel prindërve që të mos hezitojnë në kryerjen e këtij testi. Dhe ta marrin si një këshill të mirë, që të mos hezitojnë kur në rast se një infermier ofrohet dhe thotë që dua t'ja marr një pikë gjak fëmijët tuaj për ta kryer këtë testim, mos hezitojnë se kjo është për të mirën e shëndetit të fëmijëve të tyre. Ky testim realizohet pa pagesë, I mbuluar nga Ministria e Shëndetësisë, duke u ofruar falas për të gjithë të sapo lindurit si një shërbim I rëndësishëm për kujdesin e hershëm shëndetësor.